Një tjetër histori shqiptare po shkruhet në Zvicër, me shumë përkushtim dhe dashuri për gastronomin. Është hapur restorant Via Veneto, i cili sjell shijen autentike italiane në një ambient modern dhe mirëkpritës. Biznes vjen në drejtim të pronarit Haki Gjoci, i cili ka investuar me vizion për të krijuar një hapësirë ku çdo vizitor ndjehet si në shtëpinë e tij. Ceremonia e hapjes u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe festive në Zvicër, ku morën pjesë mysafirë të shumtë, miq, bashkëpunëtorë dhe dashamirë të gastronomisë. Të pranishmit patën mundësinë të shijojnë nga afër ambientin elegant, mirëkpritjen e veçantë dhe specialitetet e përgatitura me kujdes, duke e kthyer këtë hapje në një moment të paharruar. Përshëndetje krejt Stoku, më i madh i vendi me Ibrahim. Një vëmendje e veçantë i kushtohet gjithmonë kuzhinës, ku çdo pjatë përgatitet me përbërës të freskët dhe cilësor. Në veçanti pizza, përgatitet sipas metodave tradicionale italiane, me brum të fermentuar, natyrshëm, të punuar me dorë dhe të pjekur me temperaturë të lartë, për të arritur atë shijen autentike që e dallon. Përshëndetje, këtu jena në restorante Matrice Ocelto në Zurich, në Frankenthal. Restoranti thirrët Via Veneto. Edhe kemi specialitet italian, punoj me pizza, pasta dhe mish gjithashtu. Edhe jemi një restorant i ri, se po hapën. Këtë restorant e kemi hap tash, kemi pasë restorant të tjera, që 24 vite. Edhe njoh më mirë këtë profesion me pizza. Tash më ju prezantu për shembull si filloj me një picë, shkoj me përgatitjen e brumit, me hapjen e brumit, edhe pastaj kemi lloj ndryshme pizza, edhe mbas shijes klientit që klienti zgjedh, edhe vazhdoj me picën. Tash mundem marru një pizza fungi ose prosciutto ose salami që doni. Tash filloj me hapjen. Fillojmë pastaj me sosin. Pastaj me mozzarella e ardhur nga Italia. Dhe kjo është një pizza e thirrur pizza fungi. Ne kemi furrën me dru, me sistemin e vjetër, që dalin pizza shumë më të mira. Tash kemi fut pizza në furrë, për të pjek pizza normal, për të ardhur një pizza e mirë, du të më pjek kadale, diku 3 deri në 4 minuta, koha, pastaj është gati pizza për të shërbyer klienti. Sa lloje pizzash e shërbeni? Por nëri? Sa lloje pizzash? Si mas kërkesë mushteri? Pizza me prosciutto. Pizza prosciutto, pizza me sugjok, pizza kemi lloj-lloj me mish, me gemyze, me fruta deti. Kemi diku rreth 17 lloje pizza që janë në bazë plot shijave. Pizza të ju që gatuhet në furrë, Po, pizza me kërkumja këtu në këtë rreth. po, për momentin është ma kërkumja këtë rreth, sepse është ala gjenerata vjetër që kanë pas këtë shije, edhe prap preferojnë shijen e sistemin e vjetër me furrë drunit. Kështu që është puna pak më e zgjashme për pizzaiolin, po
Kur klienti do të kënaqën, jemi edhe ne të kënaqur për ta shërbyer në ato mundësitë tona. Mysafirët e pranishëm e shijuan në maksimum këtë përvojë, duke vlerësuar çdo detaj të përgatitjes dhe shijes. Jeni rrit jetima, Po, valla jetima mi rrit, sa fëmijë? 5 në la zoti. 5 fëmijë. Në myti që ke smuje keqe në onën. Nonën? Vlavin që kam në Austri e la 4 muje haqë, pi gjithë të risa edhe 5 muje të që ashtu dhe jeti. Edhe gru në shpija. Edhe të na, unë e kisha 12 vjetë. 7 vjetë shkollë, asi, pi, nejse, 4 vjetë shkollë, të në nona në dish, të në ja kemi njësë me gatue. Vetë. Vetë me marrë, me miltë kalamajt kemi punu. Edhe nuk ditë shumë të mbledhëm drumin, edhe me grush të amarë shumë e citë shumë në prysh me pjek me hongër. Ska jeta jema konë katastrofë edhe është. Ta është e përfundimit, është. Jo, si është përfundimit i 65 vjetë. Po. Edhe nëse që ashtu baba deshke të martohet. Të na masi edhe fejutën kishe 7 vjetë, 8 vjetë në ka prit plakit e i mritën, 15 vjetë që më ba. Mu martua? Po, 15 vjetë, ku më shku? Ku më shku? Thmija, martohet thmija. Edhe i lash jetima kënena. Kur jem këmë këthi shpinën vlazit edhe një motër që Se se ti një me modhja ju, a? A? Me modhja? Po, ma modhja. I le vetën, a? E i lash vetën, kur i... Anona? E që ty le? Po, dënë më më folë të A në... që ta shfolin? Hajt hiq Edhe kështu jeta ju në konë. Po. Edhe E ja ti vëthej 15 vjeç u martove? Po. E nise jetën e re? Jetën e re 20 vjeç. 20 vjeç? Jem bo në onë. E aty ku shkove, a i kishe kushtet ma mirë Pa se të qëfar bo, jo, a? kushte, Edhe aty të mjerim, a? aty merim, e katastrofa. Drejt me kalëzu katastrofë. Po, fëmija i ri nuk din. Edhe kishëm 2 vllazni. Edhe të njalësh, atëherë ka kris pushka. Edhe njalësh janë një martes, mja këthy janë një gjak. Po, Edhe kemi mbrojt vllaznin, kemi jetu qenza. Po dështë i Zoti, mas 20 vjetë, më fali Zoti që djallin e madhe edhe që aty pata sytë e jetën. Që aty kum pas sytë e jetën. Kur bani tina, thesh na do të banë, nuk e dhe të lanë jetim. Se vetë i shumë rrit jetime. po, e dishe shka do më thonë më konë jetim? Po edhe ky piskamës e erë puna rabume jeta kështu. Piskamës. Na dul jashtë. E kur dul jashtë kënena, se mu dikush së venime po nu. E na presim që na vjen viti 3 sa erë. Edhe drejt me kalëzue, tokën e kum la me latë. 8 vjetë zonin që kemi një, ku ashtë. Ma gjalla vdek. Mas 8 vjetë me adrezat huja. U lemër. Edhe 16 vjetë nëna e ka prit në shpi, mja qelë derën me ardhë. Vujtet kiamitit. Po dhe Zotin i bere qatë namë, e këshëm pasë riskin ta. Po, Që kjo bo kurban i shpis? po. Të një dole në Zvicër ti? Edhe të në plakir është mute me mosha konë para me e këtë gjëshëm. Se thëj një fjallë që jeta jonë ma. Po, u duke mu plak para vakti. Sa vjeti ka pas plaku para teje?
21 vjetë diferencë kena pas në veti. 21 vjetë. Kur ka bëj 20 vjetë një, unë e kom lindë. Histerie madhe është e jona, po kështu ka shkru Zoti. Po, e kur dole në Zvicër, Po a ka mur menja medala, pritove medala. Po drejt me kalzu, unë sa kom plaki gjallë me mundësinë e vetë që konë, Prishtinën se kom njoftë ku është. Po, gjatë luftës, unë e rashë smut edhe erdhem këtu, edhe plakin e mora 2 vjetë nejtëm, të na shkum të poshtë. Të na i mastremuje në diqë. Plaki? Edhe kur diqë, a i më në meta. As me atjeshën i këm pas 54 vjetë kur ka dekë. As me atjeshën, as me këtu, që ndjelë t'ishin knejna. Edhe u dityru djallis që keshe smut me të madhe, po mjek t'i tha, ndesh qoha në Turki, ndesh në Tiranë, që njësaj e kia, më mesi. E më prunën këtu, edhe meta këtu. Që sa vjet i bone këtu? I bënë 25 vjetë i këmë bënë maj. Edhe apo të rihet këtu? A vjen në Kosovë në herë? Valla tash të rrallë, atëherë këmë shku ma shumë, po tash të rrallë. Se nuk e kam takatin se kam me smuja. Nuk kam edhe jeta kështu e jona. Po, mirë, alhamdulillahi Zotit. Ta shërlon mirë? Më kanë këqyrë të na. E mërë vetin cilin fëmi e ki? Mërë vetin cilin fëmi është? Është 4. E 4. I 4 është. Sa qika i ki? 3 qika i kam, po njëm ka metë në Kosovë, po më dërlapi Zotë dhe ja ka pas kame, po dhem që ashtu se sunë ne ishëm në të fkuarmë që sunë e zonshëm mikun e zingjin. Se duke me shtia, ki zonë mikë për uë dhe për a gjak, e në uë të s'kishëm. Edhe zonëm ishtë që thujnë afrin tonë, mirë, po ka pas edhe jaskame, po i thesh në vinë nënës, Zoti jep edhe merë. E tash mirë i ka punët me të nësenet, i ka 2 djelë, 3 djelë i ka, 2 të martu. Burin e ri, mirë. E djemë sa i ki? 3 qika, e djemë sa i ki? 3 djemë e kam me 3 qika. 3 djemë, 6 fëmi. Mesa ku jeti? Unë jam mesa Rambllacve. Edhe me ditë, e kuna jam. Mesa Rambllacës. A ti shiknohet në konga? E në histori? Po, historien jam. Bravo. Po me të kalëgju në thash, historien teme dhët me ne 3 ditë, me më litë pri ardhen ka jam, e ku jem rrit, e qysh jem rrit, e qysh këm pas. Unë e dajt i kam blacë. Romen e ka nëna jeme, vlazën babaj Roma, edhe babaj nënës vlazën. Doja jëtë bashkë. Po. E dajt e nënës i kam cërallugë. Cërëlluk të Malishevës, ha? Po, cërëlluk të Malishevës. E kam shumë gjatë historien, e me të mira, e me të këqia, e me vujte, veç që liber me shkru. Liber me shkru djalem. Po jemi ku jemi, tashti, alhamdulillahi Zotit. Po moj mu qua dhe me hecë, me unë i trebu. Kjo hapje nuk është vetëm një fillim i ri, por dhe një dëshmi e një rrugë suksesi nga Kosova në Zvicër, që reflekton punë, përkushtim dhe pasion. Via Veneto nuk është vetëm një vend për të shijuar ushqim, por një ambient ku krijohen kujtime, ku miqësia dhe familja bashkohen rreth një kryeze.